përgjithshme, emergjenca civile, mbrojtja nga zjarri, pushteti lokal, prefektura, gjitha këto bashkë përbëjnë atë që themi një plan masash i mirë organizuar dhe i mbështetur me teknologji, përfshirë këtu përdorimin e droneve të avancuar, të cilët janë në përdorim të policisë, si për kontrollin e akseve për trafikun, ashtu dhe për kontrollin e vijës bregdetare për shkak të problematikave dhe shkeleve që ka pasur dhe incidenteve të ndryshme që kanë ndodhur kryesisht në vijën e ujit. Por jo vetëm kaq, masat janë marrë edhe për kontrollin e pikave kufitare, ku në bashkëveprim me Guardian di Financën dhe Frontex, bëhet një kontroll më i mirë i pikave kufitare për të pasur mundësinë e parandalimit të ngjarjeve të ndryshme të cilat mund të vinë edhe për shkak të fluksit të rënduar. Kemi një popullsi e cila tashmë është mbi popullim, po themi nga normalja, pra një popullsi e përkohshme, e cila gjatë periudhës 15 korrik dhe 15 gusht është në fluksin e saj maksimal. Sigurisht që nuk kanë munguar edhe ngjarje të ndryshme, siç është dhe rasti i dhunës në familje, ajo ngjarje e Tronditës që pati 2 të vrarë dhe 1 i vetvrarë nga ajo ngjarje tragjike që ndodhi në një zonë të veriut të vendit, por edhe rasti që në fillim të sezonit kemi atentat në Sarandë, ku Saranda është bërë si një pikë e nxehtë, duke shtuar hartën e nivelit të kriminalistikës, të kriminalitetit në këtë qytet. Ajo ngjarje që ende është e pasbardhur, ku 2 persona të veshur me skafandër bëjnë ekzekutimin dhe largohen ato dhëna që kemi në burimet e hapura, duke dyshimin që mund të jenë larguar edhe në vijës ujore. Këto janë disa ngjarje të cilët tregon që sezoni nuk duhet matet me numrin e fluksit të turistëve, po mbi bazën e ditëve të qëndrimit dhe parandalimin dhe evidentimin e problematikave që duhet të ketë në raport me sezonet tjera.